Organizata humanitare El Hilal, me rastin e muajit të Ramazanit, ka mbajtur ekspozit me titull 100 fotografi prej themelimit deri më sot dhe ka promovuar librin 20 vjet qëndrim me ju, si dhe filmin dokumentar, i cili tregon punën e palodhur të gjithë pjesëmarrësve në këtë organizat. Kryetari i organizatës El Hilal, Behaxhyuddin Shahapi, njofton se këto fotografi ngërthejnë në vete pasurinë e humanitetit, humanitet i cili gjithmonë është shfaqur aty ku ka qenë nevojshme. Këtu janë 100 fotografi në 2 dekadat e aktiviteteve të palodhshme të aktivistëve të udhëheqësisë të El Hilalit. Kuptohet se çdo herë fotografit nuk mund ta tregojnë atë që të gjithë këto aktivistë kanë përjetuar, por këto janë çaste që bashkë me aktivistët nga dega e Çajrit dhe nga degët tjera që ta përkujtojmë edhe punën tonë në sferën humanitare në rend të parë gjatë krizave që e kapluan vendin tonë, gjatë krizës bosnjake, gjatë krizës kosovare dhe gjatë konfliktit në Maqedoni. Por gjithashtu, këto fotografi shënojnë edhe mjaft manifestime në periudhën e paqes, në rend të parë investim në arsimimin e gjeneratave, pastaj organizimi i synetimit, klubi fëmijëve, komisioni gruas dhe kështu me radhë. Nga kjo organizat shprehen se edhe më tutje do të vazhdojnë me misionin e tyre për të zbutur situatën ekonomike dhe sociale në vend, duke ju dalë në krah çdo herë atyre që ndjejnë më së shumti një nevojë të tillë.